është një rifillim prej cilit tash për tash është vështirë të prognozohet sa do të ketë sukses, për arsye se përvoja është e hidhur. E para, Bashkimi Evropian nuk i trajton si palë barabarta Kosovën dhe Serbinë, dhe e dyta që është gur në qafë për Kosovën është plani franko-gjerman dhe aneksi i Ohrit, të cilat faktikisht e formojnë autonominë e veriut në Kosovë, kështu që varet se prej çfarë baze do të niset. Ai deklaroi që është fillim i mirë, pa ai është diplomat dhe në të vërtetë ajo që ai tha nuk thot tash për tash kur gjë. Pritet që të shohim se si do të zhvillohet dinamika në të ardhmen, duke pas parasysh edhe krizën e madhe në Serbi, por edhe krizën e madhe të qeverisë në Kosovë. Pikërisht ky është problemi, sepse ti kërkohet një shtetit pavarur kompromis, kjo do të thotë që i kërkohet diçka që e cenon atë sovranitet. Plani franko-gjerman dhe aneksi i Ohrit realisht e kërcënojnë sovranitetin e Kosovës dhe ai nuk është kompromis, po është kapitullim përballë presionit që ka bërë komuniteti ndërkombëtar. Nga përvoja deri tashmë jam i bindur që Bashkimi Evropian as nuk ka kapacitete, as nuk ka vullnet për ta zgjidhur problemin. Pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo çështje nuk mund të përmbyllet, kështu që mbetet të shihet politika e re amerikane se në çfarë drejtime do të shkojë. Tash për tash nuk ka indikacione që do të ketë angazhim të Shteteve të Bashkuara dhe nëse nuk ka, vetëm do të ketë riciklim të takimeve, të vizitave, por pothuajse e pabesueshme është që të pritet se do të ketë zgjidhje. Unë nuk besoj, edhe veç mas pa formu qeveria e Kosovës dhe pa drejtimi i saj, jam i bindur që jo, dhe nëse Kurti mbetet kryeministër, është pothuajse e sigurt që sankcionet jo vetëm që nuk do të hiqen, por presionet ndërkombëtar ndaj Kosovës do të shtohen, izolimi do të shtohet, sepse tashmë ata pothuajse e paragjykojnë në mënyrë konsensuale qëllimin politik të Kurtit.